Shqipëria është një vend ideal për punëtorët indian, kështu deklaroi ambasadori i Indisë në Tiranë, Ravindra Prasad Jaiswal. Ai shtoi se deri më tani në Shqipëri janë rreth 1200 shtetas indian të punësuar, ndërsa po punohet me qeverinë shqiptare për arritjen e një marrëveshje partneriteti, në mënyrë që të realizohet migrimi i rregullt dhe që më shumë krah pune të vinë në Shqipëri. India është një fuqi e madhe e punëtorëve të kualifikuar dhe një numër i madh indianësh punojnë në të gjitha pjesët e botës, sidomos në vendet e Gjirit, në Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani, Bashkimi Evropian dhe SBA, por në Shqipëri numrat janë shumë të ulët. Siç më është thënë, vitin e kaluar janë dhënë rreth 1200 viza për punëtor indian. Pra jemi në drejtimin e duhur, po ecim përpara, numrat po rriten dhe shpresoj shumë më tepër që të vinë në Shqipëri. Po punojmë për një marrëveshje partneriteti me qeverinë e Shqipërisë në mënyrë që të kemi një migrim të rregullt ose ardhje të rregullt të njerëzve nga India. Dhe siç e dini, indianët janë shumë miqësor, shumë punëtor dhe përshtaten shumë mirë me mjedisin lokal. Kështu që shpresoj që ata të gjejnë një vend të mirë për të punuar këtu dhe punëdhënësit shqiptar t'i konsiderojnë punëtor shumë të mirë. Jo vetëm si krah pune, por edhe si turist, indianët i kanë rritur shifrat e tyre në Europë dhe veçanërisht në Shqipëri. Ambasadori tha se nga të dhënat që ka lexuar, më shumë se 35.000 indian e kanë vizituar vendin ton dhe më shumë do të vinë në vijim. Nga raportimet kemi parë se në vitin 2024, që kur u vendos regjimi pa viza, njerëzit kanë ardhur gjithnjë më shumë në Shqipëri, sidomos indianët që jetojnë në vendet e Gjirit, në Mbretërinë e Bashkuar apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata po vinë në numër të madh. Vitin e kaluar rreth 30.000 deri në 35.000 persona nga India dhe indian nga vendet e tjera kanë qenë këtu. Kështu që në 4 muajt e parë të vitit numri i indianëve që vizitojnë Shqipërinë pothuajse është dyfishuar krahasuar me vitin 2024. Kështu që unë shoh një perspektivë të mirë për ardhjen e indianëve në Shqipëri dhe shpresoj që shumë më tepër do të vinë këtë vit dhe në vitet në vazhdim. Ambasadori indian tha se në Shqipëri ka edhe interes të investitorëve indian. Kemi dëgjuar që qendra kombëtare e biznesit ka 18 kompani indiane të regjistruara këtu. Nuk e di sa prej tyre janë aktualisht aktive, por po punojnë për të promovuar investimet. Ndërkohë në kuadër të marrëdhënieve 70 vjeçare mes Shqipërisë dhe Indisë, pritet që të ketë një sër aktivitetesh, ekspozita të lidhura me Nën Terezën, si dhe mbrëmje kulturore indiane që do të organizohen në Shqipëri, ka përfunduar ambasadori.